Ashtu sikur se unë prezentova pak më parë temën, tashmë zonja Eni Çobani është me ne në studio dhe është kënaqësi e jashtëzakonshme që do të diskutojmë atë. Përshëndetje dhe mirësevjen. Faleminderit. Kënaqësi që të kemi Eni. Herët të mëngjes për diskutuar për çështje të rëndësishme, të cilat lidhen ngushtë me individin. Në fakt i marr kauzën e një fenomeni i cili ka ngacmuar opinionin publik të paktën gjatë ditëve të fundit në lidhje me prioritetin që është dhënë statusin e zëvendës ministres një personi me aftësi të kufizuara, por me aftësi të mbivlerësuara intelektuale apo jo. Mendon se ka që një kaos për të ngacmuar opinionin publik, si e sheti këtë, sepse sigurisht ka patur një qëllim në vetvete e gjitha kjo, apo jo? Tani neve ndodhemi para një rasti që kemi të bëjmë me një politik paka shumë të çuditshme, e cila deri dje, domethënë, përjashtonte deri në farë mënyre këtë pjesë të këtyre njerëzve me aftësi të kufizuar. Sot kemi një përfshirje të paktën të një personi, i cili vërtet ka aftësi të plota intelektuale. Dhe unë e përshëndes gjë rastin nëpërmjet jush, sepse është një zonjë shumë e nderuar që ka dhënë shumë kontribute, jo vetëm për këtë fash njerëzish, por them edhe në përgjithësi për mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njerëzit. Mua më bëhet qefi dhe e quaj risi, kështu që është për të përshëndetur, patjetër. Por duhet dini edhe një fakt. Shqipëria është akoma një çik larg të përfshirit të njerëzve me aftësi të kufizuara. Unë vetë jam një nga rastet në cilat i prek në mënyrë të përditshme. Jam shumë e ndjeshme, ndjeshmëria ime është e jashtëzakonshme. Jam munduar që dhe në atë hapësirë të vogël, mediatike dhe juridike, t'i bëj pjesë dhe kam parë një dhimbje të tyre të paparë, jo vetëm për faktin që një fatkesi e caktuar i ka bërë ata pak a shumë të pjesëshëm në aktivitetin e tyre të përditshëm, por atë pjesën tjetër që ato e ka normale, ja bëjmë neve të mohushme dhe ja mohojmë dhe i përjashtojmë dhe i paragjykojmë nga aktiviteti i tyre i përditshëm. Pra, e kuptoni që ato një pjesë e kanë, të themi, nga Zoti. Se ndodhi fatkesi, ne jemi njerëz dhe frymor dhe larg qoftë mund na ndodhi të gjithëve. Pjesën tjetër pse ne duhet ja urrëndojmë, duke i përjashtuar, paragjykuar, duke parathënë para atyre që shiko po ti ke një problem dhe unë nuk mund të të marr. Kështu që për ta çdo moment hapësire dhe kush ja u hap këtë hapësirë, deri diku i habit dhe thon faleminderit. Në fakt, duhet ju themi ne faleminderit atyre, që ata punojnë shumë më tepër se ne për të qenë të pranishëm. Ne jemi normal, kemi gjithçka në dispozicion, funksionojmë tërësisht dhe prap kemi mangësira. Ata janë njerëz që kanë mangësira dhe funksionojnë shumë më mirë se sa ne në disa raste. Kështu që është për t'i falenderuar edhe për të pasur respekt për të tillë njerëz. Kështu që unë ndihem shumë mirë që sot ne kemi një funksionare të lartë si zonja Kospiri, që është bërë dhe zëvendës ministre në Ministrinë e Punës. Megjithatë, në mos gabojnë, në zhvillimet e fundit edhe për përzgjedhjen në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, është një kandidaturë e cila ka ngritur dhe ka reaguar sigurisht njerëz të ndryshëm në lidhje me gjykimin. Sepse kemi një tjetër personazh që konkuron me një aftësi tjetër të një natyre tjetër kufizimi. Pra flasim për zotin Sinan Tafaj, i cili edhe ai është një njeri me kontribute, është jurist, sigurisht lakohet. Unë dua të jem e rezervuar se derisa këto gjëra të bëhen konkrete, nuk mund të flasim, por meqense ju e thatë që në fillim që flitet, edhe unë po bëjmë pjesë. Unë po bëjmë pjesë e këtyre përshtypjeve me saktësi, e thatë dhe ju. Atëherë zoti Tafaj ka dhënë kontribute dhe nëse do të themi që aplotësohen kriteret për të qenë antar i një gjykate të lartë kushtetuese apo i një natyre tjetër, unë them që ai i plotson si individ. Tani dalim tek pjesa e aftësisë së kufizuar, që është verbëria. Ju e dini që çdo i verbër asistohet me një kujdestar. Për vetë faktin që ligji ja ka njojtur nga pamundësia e tij për të qenë dhe për të realizuar detyrat të cilat ai bën. Zoti Tafaj, unë po ju them me garanci, meqense është një operator në sistemin e drejtësisë, një avokat prej vitesh, kryetari i shoqatës kombëtare të verbërve, të cilin dhe e përshëndesim, meqense unë kam gjithmonë këtë kur përmend një njeri duhet ta përshëndesim sepse i përmendim emrin dhe duhet jemi të kujdesshëm. Lakimi i emrit të tij, them që aq mirë bën, por nga ndonjëherë ka dhe ato pjesët e tij negative. Dhe lakimi duhet jetë i kujdesshëm. Sepse ne evidentojmë gjithmonë atë pjesën që nuk na pëlqen në thonjze. Pra nuk na pëlqen që ai është i verbër, por a donte zoti Tafaj të ishte i verbër. Pra ne duhet i shikojmë kontributet këtij individi. Është një njeri i vlefshëm, pikërisht pra. Ne jemi një shoqëri e nderuar që
nuk e di pse kemi tendencën për të kapur pak pjesën që na mungon. Nuk dua të them as negative, që na mungon. Gjithë secilit nga ne na mungon diçka. Asnjëri prej nesh nuk është ideal. Pra po të na marrësh dhe të na analizosh, duke filluar që nga unë në radh parë, patjetër që kemi momente në të cilat reflektojmë diçka të tepruar nga ajo normalja. Atëherë, këtij njeriu që fatkeqësisht i ka ndodhur diçka e kësaj natyre, ne pse duhet i përmendim gjithmonë këtë problem? A është ai një individ që plotëson dhe kriteret e standardit për ligjin për të qenë antar i gjykatës lartë? Ky është problemi im. Në qoftë se ai plotëson, atëherë hajde të shikojmë pse jo të jetë pjesë. Ju duhet dini diçka që ligji i punësimit në Shqipëri, i cili është një ligj shumë i përparuar, në bazë dhe të konventës përsa i përket lirive dhe drejtave të individëve me aftësi të kufizuar, dhe unë e kam thënë gjithmonë dhe do ta them dhe do ta përsërisë që ne kemi ligje të shkëlqyera. Ne duhet dim vetëm t'i lexojmë mirë dhe t'i interpretojmë sakt. Në 24 punonjës të administratës, një duhet jetë me aftësi të kufizuara. Hajde të nderuar, hajde të nderuar të shikojmë se si është raporti i këtyre njerëzve me ata të cilat neve i quajmë normal. Për mua dhe ata e normal. Nuk mund t'i ndaj. Përsa po kanë gjetur mënyrën e tyre për të shpalosur talentin. Unë do t'ju jap një rast. Meqense po kalojmë nga zoti Sinani në një rast konkret që unë e kam pasur në studiot e mia, edhe Bledarin e përshëndes, edhe ai është njëri shumë aktiv, po ju them me shumë rezervë kisha lënë takimin në një kafe, duke menduar vështirësitë që si do dali, si do hypi në trotuar. Ju e dini që asnjë nga kafet tona nuk mundson pikërisht pra për të hypur dhe për të shkuar. Atëherë gjeta një kafe në buzë të rrugës sa më përshtatshme. Na rastisi, meqense ai kishte vështirë për ta gjetur, të ishim në të njëjtën kohë përpara trotuarit. Po ju them, më ka befasuar ai djalë është pa këmbë, sigurisht shoqërohesh me një kujdestar. Ajo thjesht dhe vetëm i ka zbritur karrocën nga mbrapa, ai ka hyrë vet trotuar, i thash, të ndihmoj, thash për ty se kishte edhe pak shkallë. Eni tha, po kur pas një ore mos jesh ti, tha, kush do më ndihmoj? Atëherë më lër, ka hyrë vet, hypi deri në tavolinë dhe unë jam jashtëzakonshëm. Kështu që këtij njeriu si mund t'i mohojmë neve të drejtën për të jetuar, punësuar dhe për të dhënë kontribute? Në këtë rast ka një aftësi të shtuar që ne nuk kemi pra këtë po them. Në raport me ne. Zoti të kompenson, i nderuar, të heq diçka dhe të jep diçka tjetër. Kështu që të tërë këtyre njerëzve ju ka dhënë patjetër një mundësi të shtuar, për që ndë ata si ne në ambientin ku ne jetojmë. Atëherë pse duhet bëjmë një paragjykus? Pse bëhet gjithë ky lakim i emrit të Zotit Tafaj, që është apo nuk është ai denj për qenë antar i gjykatës lartë? Mund ta ndodhi që ky mund të jetë shumë i mirë se ata që janë aktualisht. Dhe kjo do jetë habia, sepse flasim për një njeri i cili është privuar nga disa drejta, dhe pse jo, mund të jetë ai njeriu që do t'i heci këtyre të drejtave më shumë për t'ia u dhënë të tjerëve. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Kjo vlen për t'u theksuar dhe ndoshta pikërisht janë këto njerëz të cilët gjithmonë kanë kërkuar nga jeta diçka, nuk e kanë patur kurrë dhe menjëherë kërkojnë të drejtën. Megjithatë, po të qëndrojmë pak në terren edhe tek njerëzit, se si shihet kjo gjë, sigurisht që ka një impakt shumë të madh. Nuk ka ndodhur ndonjëherë për hir të vërtetës që një grua me aftësi të kufizuara, por një intelektuale e zonja të jetë zëvendësministre apo edhe një konkurrent si zoti Tafaj që është i jashtëzakonshëm të marrë iniciativën dhe të jetë pjesë e këtyre konkurseve. Në opinionin publik, le të themi, ka një përshtypje sepse jemi gjithmonë në kontakt, aq më tepër ju. Duam apo s'duam jemi të përfshirë në diçka. Ju si e keni parë tek njerëzit? Unë nuk mund të them që nuk kemi qenë të përfshirë. Biles në këto ditët e fundit kemi qenë të përfshirë më shumë se ç'duhet. Domethënë her pas here i kemi bërë dhe pyetje njëri tjetrit. Këtu janë gjëra të cilat i mendojnë të parat ata që i dekretojnë. Domethënë kjo është detyrë funksionale e presidentit Republikës në momentin që i dekreton. Atje ka disa dosje. Në qoftë se ai në moment caktuar shikon që ky njeri ka kriteret në bazë të ligjit shqiptar për që në antar i gjykatës lartë, unë këtë nuk mund t'ja paragjykoj president Republikës. Nuk mund të them që ati si takon, jo. Është e drejtë diskrecionale presidentit Republikës. Atëre, të lëm institucionet të vendosin. Mos paragjykojmë. Ne me opinionin ton, nga ndonjëherë, ndikojmë negativisht për disa vendosje të disa individëve. Dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm në këtë rast. Kjo ka ndodhur në shumë raste. Ne kemi raste të shumta të rrëzimit
të emrave të cilët kanë dhënë kontribute shumë të forta në sistemin e drejtësisë, para të cilave ne jemi habitur dhe kemi thënë si është e mundur. Mos votohet ky apo ky apo ky. Thjesht dhe vetëm dhe nga opinionet dhe nga ndërhyrjet të drejta që janë bërë për individ caktuar. Tani, unë këtu dua të them edhe një fakt tjetër, meqense unë këtë profesion e dashuroj, nuk thjesht se e bëj se duhet ta bëj. Natyrisht, është e dukshme. E dashuroj. Në formë si përfshirje emocionalisht në diçka që ti pikërisht edhe në këtë moment që flas, patjetër, dhe dua të jem shumë e kujdesshme. Tani sistemi i drejtësisë, Klevi, ka një element shumë të veçantë, atë të karizmës. Pra, një njeri kur vjen të marrë një gjykim dhe të shikoj përpara gjyqtarin e tij, duhet dhe të imponohet. Duhet të jetë një figurë, duhet të jetë dikush. Ky është mendimi im. Nuk është respektuar në asnjë rast. Rastet janë kaq të vogla sa që ti habitesh kur futesh në gjykatat e Shqipërisë, shikon nga ndonjëherë dhe njerëz që mund t'i ngatrosh edhe me pjesën e administratës. Pra ti nuk beson dot që ai është gjyqtar. Ky është një nga problemet e para dhe unë e them me forcë, duhet ripar problemi i karizmës, prezencës, imponimit figurës. Imponimi figurës nuk është thjesht se duhet t'jesh i bukur. Se edhe kjo keq kuptohet. Edhe kjo keq kuptohet. Jo. Këtu nuk flasim për bukuri. Këtu flasim për prezencë dhe besoj që ne të tre të paktën këtu kuptohemi, po ma mërmendja që edhe ata që na dëgjojnë. Pra, gjykata duhet ketë një pushtet. Ne themi që është një pushtet shumë i fortë. Ky pushtet transmetohet nga individët që janë brenda. Nuk transmetohet se kemi godinë e bukur apo të keqe. Natyrisht. Ti hyn në një sallë, zotri, ngrihesh në këmbë sepse shikon përpara teje një njeri që vërtet do të t'japi drejtësi. Në qoftë se atij njeriu mezi e del koka mbi tavolinën e gjykimit, tash unë këtu kam rezerva. Me këtë prap nuk dua të jem paragjykuese, por ka disa elemente që e dallon potencial dhe i besueshëm. Potencial dhe i besueshëm. Në rastin e Zotit Tafaj, ky ka qenë një nga elementët, jo pa qëllim e përmenda. Pra Zoti Tafaj për disa individ paraqet një mungesë në atë të parin që ti shikon një gjyqtar. Pavarësisht fizikut, ai është një burr i pashëm, një burr potent në kuptimin e figurës, por ka një problem që është problemi i syve. Atëherë, me këtë njerëzit nisen, do të lexoj dot, do të shkruaj dot, do gjykoj dot. Atëherë, këto janë të gjitha probleme që ai dhe me këtë veprimtari që ka bërë, i ka tejkaluar. Sepse ka treguar që ai është njeri aktiv, ai është njeri që lexon, ai është njeri që promovon, ai është njeri që ka dhënë kontribute për ndryshimet e ligjeve të caktuara për fashën e njerëzve të cilët ai përfshin, atëherë ky është njeri që ka dhënë kontribute. Se si shkruan, se si gjykon, ato janë problemet e tij. Prandaj dhe ligji i njeh kujdestarin. Pra i ka vënë një njeri të cilin dhe ja paguan shteti për ta ndihmuar për ato element të cilët ai nuk i bën dot. Po kjo nuk do të thotë që është i paaft. E para. Dalim të opinioni. Ne në këtë shoqëri jetojmë. Dhe ne konsiderojmë këta njerëz me një mungesë shumë të fortë, biles edhe defekt. Fjala defekt për mua është e palejueshme. Unë realisht reagoj shumë egër në momentin kur shikoj që njerëz dhe individ kur shikojnë dikë me karrocë apo me një problem tjetër, u i shkreti. Sa keq. Pra një farë keqardhje dhe mëshire. Jo, e kthyer në mëshirë. Jo. Ne këta njerëz nuk duhet t'i mëshirojmë. Këta njerëz ka nevojë që neve t'i shkojmë në krah, t'i mbështesim, t'ju japim kurajo, që ju jeni normal, ju duhet punoni, ju duhet jeni një kontribute, po jo ka midis tyre që janë sigurisht dhe të dobët shpirtërisht, sepse problemet e tyre të përditshme janë shumë të forta. Ato janë njerëz patjetër, po ti ke dhe njerëz normal, të cilët janë shumë të dobët dhe shkojnë drejt vetvrasjeve apo problemeve tjera psiqike. Atëherë nuk jemi këtu brenda të njëjtës shoqëri me probleme që shohim dhe më të fortë shpeshherë, ndoshta për pikërisht për atë problem dhe unë do t'i dal mbi këtë problem. Nuk do ta tregoj këtë problem, rasti që u tregova i Bledarit. Por dhe rastin e fundit që unë bëra midis mësueses dhe gjyshes. Pra, ku në një ekskursion dhe mua më vjen keq se edhe në këtë rast kam parë që gjykimi i publikut nuk ka qenë për mendimin tim. Unë flas gjithmonë për mendimin tim, ai i duhuri, pikërisht në funksion të këtij opinioni dhe mentaliteti të gabuar. Pra, unë nuk mund të pranoj një mësuese që në prezencë të saj, jo e thënë nga ajo, por në prezencë të saj zbret dikush tjetër që shërben për një ekskursion, në rastin konkret shoferi, dhe i thot, këtë uloke nuk e marr në autobus.
fjallën uloke dhe disa fjallë të tjera, unë nuk mund t'i pranoj. Atere, në këtë rast, sigurisht unë dhe penalizoj mësuesen. Mësusja në këtë rast duhet reagonte, duhet kërkonte ndjes, duhet i kërkonte falje gjyshes dhe vajzës, por jo ta linte situatën të degradonte deri në 7 muaj munges fizike të vajzës në ambientet e shkollës. Janë raste të vështira Eni dhe më lejo të shkojmë vetëm 30 sekonda në publicitet dhe do të diskutojmë edhe raste të tjera që ti ke trajtuar konkretisht sepse kanë patur ndikim të gjerë në publik dhe janë diskutuar fort edhe përpos temës që ne po diskutojmë në këtë studio. Publicitet, rikthehemi 30 sekonda. Power of the mountain in your hands. Uj Trebeshina, vlerë për jetën tuaj. Dhe jemi rikthyer sërish në studio ku diskutimi vazhdon edhe në publicitet, rastet janë kaq të shumta në terrenin shqiptar sa që vlen për të diskutuar dhe sigurisht misioni që Eni Çobani ka bërë me qytetarët e saj dhe zgjidhje të shumë problematikave dhe diskutimit mbi të gjitha ka futur konceptin e ri që prit se ka një ligj i cili mund të jetë në duart të qytetarit dhe të funksionojë. Në këtë pjesë, unë do doja të përqendroheshim pak te ligji i punësimit që ju përmendët. Në 24 njëri duhet të jetë me aftësi të kufizuara. Deri më dje, unë besoj që në asnjë institucion shqiptar, qeveritar, zyrtar nuk ka patur punonjës të tillë. Juve si juriste, si dhe komentoni? Tashti, unë nuk mund të themi në kuadrin e përgjithshëm, sepse duhet kishim një statistik. Edhe këtu duhet jemi saktë. Sepse mund të dalë dikush edhe të thotë që shiko se unë kam pasur një me aftësi të kufizuar. Kështu që me këtë rast duhet jemi, domethënë, të rezervuar. Por në nivelet të larta të administratës shtetërore, ne nuk kemi pasur. Pra, për këtë të paktën jemi të sigurt, jemi edhe të bindur. Ndërkohë që sot neve shikojmë një përfaqësim shumë dinjitos, si zonja Kospiri, zëvendës ministre, e cila brenda kuadrit të punëve të saj të përditshme, do të ketë edhe lëvizje në terren. Ju e dini që Ministria e Punës është një ministri më tepër terreni, se sa zyrash. Atëherë, me këtë vendosje, unë marr edhe një mesazh tjetër. Pikërisht fakti që ajo është një grua shumë aktive dhe do ta vazhdojë aktivitetin e saj dhe jashtë zyrës së ministrisë, ashtu si kundër ka bërë dhe deri dje në shoqërinë civile. Për sa i përket ligjit, unë thash edhe një herë që ligji mbi punësimin është një ligj i rinovuar së fundit, i bazuar mbi konventën për personat me aftësi të kufizuar të 2006-s dhe fryma europiane për sa i përket dhënies së mundësisë së punësimit këtyre individëve dhe personave me aftësi të kufizuar, unë them që ka marrë përfshirjen e vet në Shqipëri. Tashti, neve i kërkojmë disa element revolucionarizues brenda 23 vjetësh. Shqipëria vjen nga një mentalitet shumë i mbyllur, nga një mentalitet përjashtues, nga një mentalitet që ti sot akoma ke nëna që u vjen turp të thotë që ka një fëmijë autist, ka një fëmijë të smur me depresion, ka një fëmijë të smur me një aftësi të caktuar, pra nuk pranojmë realitetin. Dhe mos shikojmë vetëm këto realitete që bëhen publike, po sa realitetet të tjera fshihen në përfshatrat shqiptar, ku dhe niveli arsimor është më i ulët, mentaliteti është më i rënd dhe njerëzit të përfshirë nga ky opinion mbyllen, vrasin veten e tyre, dëmtojnë psiqikisht të afërmit dhe familjen dhe mbyllen gjithçka atje dhe nuk kërkojnë zgjidhje. Kjo mua më shqetëson. Do arrim deri tek fshati, do arrim deri tek mali, tek ajo shtëpia atje larg të cilën neve asyri nuk na i kap, po duhet na i kapi kontributi dhe devotshmëria dhe vullneti për të vajtur dhe për t'i nxjerrë këta njerëz nga kjo dhimbje. Kjo për mua do të jetë risia, kjo për mua do të jetë sfida që dhe vetë zonja, meqense po flasim për këta persona, do të ketë në drejtimin e kësaj ministrie. Në fakt jeni dhe puna jote, që ti bën vazhdimisht të studion televizive, natyrisht kërkon edhe evidentimin e këtyre rasteve, janë në rastin konkret. Kemi raste kaq specifike si ndodh në fakt që të mund t'i bindësh që t'jenë aty për të argumentuar dhe të
Rastin për të nxjerrë gjyshen me mësuesen, këtë ja u them me një garanci, sepse edhe është shumë e vërtetueshme, mund të kemë marrë mbi 10 nëna. Mbi 10 nëna që kishin pasur raste të kësaj natyre. Dhe asnjëra prej tyre më thoshte po, më pas më merr në telefon zonja Eni nuk vim dot. I thash më fal, pse? Më thuaj arsyen. Unë nuk të imponoj, sepse televizioni ka dhe emocionet e tij dhe unë nuk mund të imponoj askënd. Pse nuk vjen? Po ju e kuptoni opinionin. Pra, akoma në këtë vend vret opinioni. Pra, unë realisht me këtë mision që i kam vënë vetes dhe them që ka shumë si unë që janë bashkuar asaj, që duam drejtësi jo vetëm në sistemin e drejtësisë, duam drejtësi dhe në rrugë, duam drejtësi dhe në shtëpi, duam drejtësi edhe kur kalojmë trotuarin, që ai njeriu, më fal, mos bëj një veprim të poshtyn trotuar dhe unë të kaloj. Sepse me atë poshtym ai më poshtyn dhe mua. Dhe unë të di dhe ti them, zotri, të lutem, jo këtë veprim. Kush e bën Klevi në këtë vend? Ne hikim, kthejmë kokën, mund ta vuajmë me veten dhe ngelemi indiferent. Shikojmë që qëndron një njeri me karocë në mes të rrugës dhe nuk shkojmë kur të japim dorën për ta shtyrë për ta nxjerrë në anën tjetër. Shikojmë një të moshuar që mezi në Shkop mund të kenë ngelur dhe në mes të trafikut dhe nuk shkojmë t'i vëmë krahun që hajde të çojë deri në anën tjetër. Pra, kjo shoqëria shumë është individualizuar, është bërë egoiste, indiferente, ç'më duhet mua, unë kam hallin tim, kam problemet e mia, unë nuk di se si do kaloj muajin, kush mendon për mua, e gjitha me radhë. Pra, individualizimi dhe egoizmi në këtë rast është një problem shumë i madh. Gjë të cilën duhet themi para viteve 90 nuk e kemi pasur. Pra, ne kemi kaluar në realitet tjetër, jemi bërë shumë të mbyllur. Ndoshta ajo shoqërizimi i madh në ato vite për disa njerëz rezultoi negativ. Dhe tani janë mbyllur, por në fakt edhe kjo po rezulton negative. Sepse po na veçon, po na largon, po na përjashton nga hallet e njëri tjetrit. Kështu që kjo është fryma të paktën që un kam vënë në këtë mision. Bashkimi i problematikave, nxjerrja, mediatizimi, bërja sensibil të gjithë njerëzit për të parë një rast shërben për shumë qindra njerëz të tjerë. Sensibilizimi i një rasti të kësaj natyre, unë them telefonatat nuk diskutohen. Por falenderimet e njerëzve të thjeshtë që të takojnë në rrugë dhe ky është satisfaksioni më i madh. Që zonja Eni sa mirë që nxorët dhe pyetja ime, them, pse nuk erdhët ju? Pse nuk vini ju? Çdo vim ne atje tash. Vëmendja është e madhe, por guximi për të qenë se çdo kush ka një problem saktuar. Guximi është i vogël. Dhe vështirësia më e madhe e kësaj veprimtarie është vetëm ardha dhe burimi njerëzor i këtyre njerëzve. Vërtet rrinë në rrallë për takuar Enin, por momentin që ti i vë kamerën ata ikin. Stepen dhe tërhiqen. Edhe nga këtë fakt, mua më vjen mirë të them që jemi shumë afër ndoshta edhe me zyrat kur ju zhvon aktivitetin. Dhe besoj që jeni bërë prezent. Të madh të njerëzve të cilët duan t'ju takojnë edhe të këshillohen me ju. Kam idenë që ka filluar një lloj sensibilizimi dhe un jam i sigurt edhe në reagimet publike që kanë qenë një trajtësisht edhe me ligjin, edhe pa e ditur ligjin në detaje siç ju më së miri e dini dhe e shpjegoni, i kanë dhënë të drejtën atij që i takon në një farë mënyrë në ballafaqim. Dhe ligjin në këtë rast me atë shpjegim që nuk i kam paraqyrë. Her pas here ju them njerëzve sepse e ngatroj këtë pjesën që të pëlqejmë apo nuk të pëlqejmë. Unë nuk kam dalë që të më pëlqejmë. Rast parë njerë. Kam një tjetër mision, edhe ja u them shumisisht. Sepse dhe pëlqimi është relativ. Pra, për ca njerëz ti je mirë, për ca njerëz nuk ke disa defekte, nuk diskutohet, unë e thash vetë, ne jemi njerëz dhe kemi edhe problemet tona. Nuk keni dalë për të bërë prezantues. Patjetër. Pra ky është një gabimi i parë, që të shikon tjetri dhe thotë që shiko, e pëlqej se pëlqej. Jo. Ti duhet pëlqesh atë që Eni thotë, drejtësinë të cilën mundohet të bëj. Unë nuk jam ideali i drejtësisë së këtij vendi, por them që jam një nga operatorët më aktiv për të vënë drejtësi. Mundohem që nëpërmjet atyre vendimeve të ndërmjetësimit, sepse ne nuk bëjmë gjykime, pra unë nuk jam gjyqtare, se edhe ky është një ngatrim, pra gjithmonë drejtojnë gjyqtarja. Jo, në këtë rast jam ndërmjetëse. Pra ndërmjetësi ka një rol akoma dhe më tepër human. Pra përveç ligjit, unë fus sigurisht dhe humanizmin. Pra, her pas here them, i mbyllim librat, ta mbyllim ligjin, të vëmë zëmrën për para, se ligji me tham, kjo është ligji. Tani, hajde të vëmë zëmrën
logjikën e ftohtë dhe ta gjejmë zgjidhjen. Pra ky është fati i ndërmjetësimit. Për qëndë njerëzor në këtë ndërmjetësim njerëzor. Ndërkohë që ajo të cilën unë pëlqej në këtë 1 vit e gjysmë të këtij aktiviteti është që njerëzit vërtet janë bërë shumë të ndjeshëm ndaj ligjit. Prit se pas ka zgjidhje. Prit se pas ka ligje dhe për këtë nuk e pas kanë ditur. Nuk e kanë njohur dhe nuk e kanë ditur, sepse s'kan patur ku. Pra, duhet kemi më vullnet për të lexuar. Her pas here ju them njerëzve, ja ku i keni. Lexojini, studiojini, shikoje, të takon së takon. Mos filloj një gjyq, shpenzon, harxhon kohë, plakesh brenda gjykatave dhe në fund fare thua nuk fitova. Po ndoshta vërtet nuk takon të fitosh. Pra, duhet që të ndërgjegjësojmë veten që jo vetëm ligji, por edhe vetë individi duhet jetë me një kulturë tjetër. Që mund t'i bëjmë një infrastrukture, pra për ndryshimin e murit, që mund t'i bëjmë rrugës apo murit, neve lëm të përjashtuar jetë njerëzish, që është me pasoja akoma dhe më të mëdhaja. Atëre, mos është mesazhi që duhet japim, ndryshoni muret dhe rrugët dhe fusni më tepër njerëz të cilët janë me kulturë, devotshmëri dhe kontribute. Sa të presë shëndrat dhe të ardhmen e tyre të merituar në fund të fundit. Të merituar. Jo një mbivlerësim për hir të handikapit që ato kanë, por të merituar për hir të viteve. Megjithatë, te infrastruktura unë doja të përqendrohesh edhe në pjesën që është e palejueshme që ne shohim dhe unë konkretisht e kam parë nga puna në terren që ministria apo dikasteri qeveritare nuk kanë rrugët për karrocat e njerëzve apo dhe ashensorët me shkronjat që ata i dallojnë shumë mirë nëpërmjet prekjes dhe ndihimit. Në këtë sens duhet të ndryshojmë dhe në këtë rast vlen sensibilizimi që edhe këta persona të përfshirë në target grupe të caktuara të ngrejnë zërin, në shumë e rëndësishme apo jo. Unë them që përfaqësimi nga zonja Kospiri do të jetë një përfaqësim shumë dinjitos. Ne do ta shikojmë në vazhdim punën e saj dhe unë besoj që do të ngrihet në një nivel tjetër kuptimi, kuptimi, mentaliteti mbi këta njerëz të cilët sot janë të përjashtuar, por nesër do të jenë shumë të pranuar. Është vërtet që në fakt evidentimi në media i këtyre rasteve në një farë mënyrë vlen realisht për të kuptuar se si është realiteti dhe për të ndryshuar këtë paragjykim. Tani ju e shikoni që nganjëherë sigurisht jo gjithmonë ndihem mirë, por unë jam pjesë e çdo ditë diele e debatit të ditës, por e javës që vazhdon. Pra rrjetet sociale nuk bëjnë gjë tjetër se sa zgjejnë me opinionet edhe këtë vendim kështu, miratoj këtë apo patjetër. Dhe unë i falenderoj pafundësisht. Por ama nga ana tjetër, edhe ata nuk duhet jenë të njanshëm. Meqense më gjykojnë mua hera herës nga ndonjëherë si të njanshme për njërën pal ose tjetrën, gjë të cilën unë e evitoj të vetja me forcë, sepse nuk dua të jem kurrë e njanshme, për mua të gjithë janë njësoj dhe me të njëjtën dashuri i shikoj dhe respekt. Por për ata sigurisht që këndvështrimi është i njanshëm. Shikoj që edhe në gjykimet e tyre janë të njanshëm. Atëherë i ftoj që mos jemi të njanshëm, po të jemi gjithë përfshirës dhe të flasim për rastin në tërësi, mos merremi me individët personalisht, sepse kështu fyejm dhe japim një rrezatim negativ për personalitetin e këtyre protagonistëve, që duhet më besoni, ka një vështirësi shumë të madhe të dalin publikisht. Ne këtë duhet falenderojmë. Jo, ne duhet falenderojmë këtë. Kjo është sfida, besoj që Eni Çobani ka bërë, që po nxjerr njerëzit të flasin për problemet, dhe të nxjerrësh njerëzit të flasin për problemet dhe të marrin zgjidhje në publik, besoj që kjo është një risi dhe një sfidë shumë e madhe. Atëre, hajde ti përkrajmë këto njerëz, ka gabime, ka probleme, patjetër. Ne jemi njerëzor, pranojmë gjithçka, por jo gjykime ekstreme deri në fyerje, sharje, së pari të integritetit dhe personalitetit të këtyre njerëzve që kanë bërë një hap shumë të fuqishëm, kanë ardhur në publik, të flasin në publik. Një kuriozitet në fakt ngacmues për këdo, sigurisht është një guxim i madh të dalësh dhe të evidentosh problemin tënd. Sa të pranueshëm kanë qenë ato me vendimin dhe sa e kanë respektuar më pas? Ka patur nga ata edhe kjo është një pyetje me shumë vend. Jo, vendimet që ne marrim, thash edhe njerë, janë marrëveshje ndërmjetësimi. Marrëveshje ndërmjetësimit, ndërkohë në qoftë se ti je në një proces gjyqësor, merr me njëherë formën e vendimit shkallës parë. Kështu që ajo është ligjore dhe në çdo rast është një pengesë dhe barierë për veprime të tjera. Por patjetër që marrëveshja ndërmjetësimit edhe mund goditet nga palët. Kur shikohet që në një moment caktuar ajo prishet, atëre pala e dëmtuar mund t'i drejtohet sërish gjykatës dhe thotë vërtet kishim një marrëveshje, kjo marrëveshje u prish nga pala tjetër, kështu që mua më duhet shkojnë gjykatë. Prandaj që i ftoj njerëzit, nuk është rruga e fundit. Ajo është një mundësi dhe alternativë zgjidhje, por nuk mbaron gjithçka atje. Nuk vendoset vula. Pra, vërtet që ne firmosim dhe vulosim,
Por ama nuk përfundojmë gjithçka në kuptimin që morëm këtë marrëveshje dhe tani mbaroi gjithçka. Dhe në qoftë se pala tjetër nuk e mban, unë digjem. Jo. Në qoftë se ti shikon që marrëveshja nuk respektohet nga të dy palët, atëherë është gjykata patjetër, vendi dhe institucioni që ti mund ta zgjidhësh të problem. Vazhdoj edhe të marrë zgjidhjen e kërkuar. Por unë them që kjo është një edukat ligjore shumë e domosdoshme, që njerëzit vërtet kishin nevojë dhe kishte ardhur momenti për ta mësuar dhe për t'u edukuar. Sepse dy palë kanë problem, por nuk argumentojnë për t'i nxjerrë në pallë dhe për të kuptuar dhe më mirë me njëri tjetrin. Mbeten hermetik në probleme me inatet dhe mërirat, edhe konkluzioni shpeshherë nuk është ai i duhuri dhe që kërkohet. Megjithëse ne sot folëm për personat me aftësi të kufizuar, prekëm edhe mentalitetin, qoftë edhe për procese të ndryshme apo përkatësisë njerëzve qofshin këto për gjinin apo edhe për përkatësinë fetare apo edhe të ngjyrës së lëkurës dhe racave. Në Shqipëri gjithmonë është bërë një luftë e madhe, muajt e fundit është folur kaq shumë për popullin rome dhe me përkatësi rome që absolutisht përjashtohet nga aftësia kufizuar, se megjithëse tema ishte kjo, por dalim në një tjetër spektër dhe shohim dhe hym te diskriminimi sepse aty mbetemi në këtë pjesë. Hapi i parë ka qenë nga Bashkia e Tiranës që një 25 vjeçare në mos gaboj që trokiste derë me diploma, me kualifikime të jashtëzakonshme, vetëm se ishte rome përjashtoi automatikisht. Raste të tjera të përkatësive fetare për shkak të veshjes përjashtohen automatikisht. Në fakt, ligje nuk ka që të përjashtojnë dhe të përcaktojnë racat. Ne kemi një ligj kundër diskriminimit i nderuar, kështu që ai është një ligj që neve na frenon në mënyrë të drejtë për të bërë pikërisht ndarje të këtyre natyrave. Për ne, në momentin që paraqitet dikush në vendin në cilën kemi shpallur për konkurim dhe plotëson kriteret, për ne nuk ka rëndësi se është rom, se është i bardhë, se është me sy boqelli, se është me sy të zi, se është me fund të gjatë, se është e mbuluar. Ky është problemi tek ne, që në momentin që e shikojmë, e paragjykojmë. Pra, e shikojmë dhe themi, a mëse nuk më pëlqen. Nuk ja shikoj letrat fare, vetëm që kur e shoh. A mëse që nga me besim X, që nga me besim Y. Atëherë, që në këtë moment ne bëjmë paragjykues. Këtë e thash që në fillim. Ne duhet të heqim dorë nga paragjykimet, nga diskriminimi njerëzor që i bëjmë gjithë secilit që në momentin që e shikojmë. Diskriminimi është dhe ajo që neve na shikojnë tani që të treve dhe thonë, a mose u bën këta. Ose më kujton tash kjo se është me sy boqelli me flok bjonde dhe do ta shikojmë ne. Domethënë edhe ndron stacioni. Nuk rrit të dëgjoj se çfarë ti flet. Ai të paragjykon që me pamjen. Pra kur ai e shikon që nuk të pëlqen ty fizikisht, ai të përjashton. Për përjashtimi që në momentin fizik, unë e quajt papranueshëm. Ti dëgjoja, reflekto mbi atë që thot, lexo letrat që të ka prur, pastaj vendos. Ky është një gjykim i drejtë. Në qoftë se ai nuk plotson kriteret, atëherë nuk ka lidhje me fen. Ju më ngacmua tash se ndoshta edhe kjo java që kaloi, unë kam qenë shumë në qendër të diskutimeve. Sigurisht mbi një vendim që u mor, që për mendimin tim prap e them është shumë i drejtë. Pse? Sepse unë i referohem ligjet. Unë nuk merrem me fyerjen dhe diskriminimin fetar. Në qoftë se do të hyja kësaj, unë do ta mbaroja kur këtë emision. Por normalja në cilën unë i kam hyrë zbatimit dhe interpretimit ligjit.